Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria e ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme për shkak të masave ajrore të thata me origjinë jugperëndimore. Moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar të vrenësirat kalimtare në relievet malore në lindje të vendit. Ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 8 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet era ka fituar shpejtësi deri në 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 14 deri 32 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 16 deri 36 gradë dhe në Bregdet nga 19 deri 34 gradë Celsius. Edhe për ditën e shtunë, Shqipëria do të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike, moti do të jetë i kthjellët me vrenësira të pakta dhe kalimtare në relievet malore në lindje deri në orët e mesditës dhe ato pasdites vonë. Era do të frymë drejtim nga perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi 8 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 12 deri 29 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 15 deri 36 gradë dhe në Bregdet nga 17 deri 35 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, do të kemi moto të kthjellët, alternime vrenësirash mesatare kalimtare. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesë më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e masave ajrore të thata, moti parashikohet i kthjellët me vrenësira deri mesatare, ndryshe do të paraqitet situata në vendet nordike, në gadishullin iberik, në ishull britanik, si dhe në një pjesë të Europës qendrore, ku moti do të jetë i paqëndrueshëm me vrenësira dhe reshëshiu. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë një takofshi.